Mbas humbjes së mamit më diagnostikohet një formë epilepsie. Okej. Un kam thjesht një krizë 10 sekondçe që më bën që të humb kontaktin me trupin tim. Po. Dhe duke bërë ekon e parë të gocës, mua më kap një krizë epilepsie e plot. Përshëndes, sot në Mam do t'jem me mami Analika. Përshëndetje. Kënaqësi që të kem në Mam, Shumë rishtas faleminderit. Mam. Sa shkoj goca? 4 muajshe bëri me datë 7, që kështu jemi akoma në këto fazat e regresit, këto gjërat. Si kanë qenë këto muaj të bukur? Do me thënë, nuk e prisja që të doja një njeri kaq shumë. Do me thënë, kur kam njohur Bjordin, thash, kjo është dashuria më e madhe e jetës. Pastaj ndryshoi. Kur lindi goca, në fillim isha pak, do me thënë që mos tregohem tash që të bëj si këto mamate devotshme që u përkushtova shumë. Që fiksohen. Po, dhe që unë e doja. Në fillim nuk e kuptoja që e kisha pasur unë brenda trupit tim atë fëmijë, më dukej shumë e çuditshme. Kalova një postpartum pak të vështirë. Vërtet? Pse? Çfarë ndodhi? Do me thënë, unë kur mora vesh isha shtatzan, kishte shumë pak kohë që mami kishte ndruar jetë dhe nuk e prisja këtë shtatzani. Pra, nuk ishte diçka e planifikuar? Jo. Do të thënë, unë dhe Bjordi ja kishim lënë kohës, që kudo që të vi është i mirë pritur. Dhe kisha dëgjuar shumë që thonin kur hikën një person, sjell një person tjetër për të zëvendësuar atë dashuri, nuk e besoja kurrë këtë gjën. Dhe kur mora vesh isha shtatzan, nuk e di, nuk u gëzova. Thjesht kam zbritur poshtë dhe kam marrë motrën në telefon edhe i kam treguar testin dhe i thash ç'a do të thotë këto dy vizat? Dhe më thot motra, është shtatzani, po kush është shtatzan, se nuk priste njëri. Dhe i thash unë. Dhe motra filli të qante nga gëzimi, tregon besave. Dhe i thash nuk e di, a jam gati. Në që në ato momente fillova që të kisha pak ato frikrat e para. Kisha frikën, sepse jetën time kisha menduar që mamin do ta kisha gjithmonë atje dhe e thënë çik me humor, do t'ja ngecja gocën, do t'ja mbaje dhe unë do vazhdoja jetën time si normalisht. Dhe thash, po tani, do me thënë, ç'a do bëj unë tani? Si do ja dal vet? Unë nuk di. Se unë për shembull nuk di të gatuaj shumë mirë, këtë gjë e bën Bjordi në shtëpi, edhe jam shumë e kënaqur me këtë gjë. Shumë mirë. Unë nuk di të bëj shumë gjëra, di të bëj lavatrishën, lavastovilën, këto gjërat kështu. Bëj punë të shtëpisë, kam shumë e qejf. E pasni të ndara gjërat, që është rëndësishme. Po kur mora vesh isha shtatzan, nuk dinim se si do ta ndajmë këtë gjë, sepse as unë dhe Bjordi ishim të dy që prit se jemi akoma nuk dinim, do të thënë ishte pak motra më thot, Ana bëja surprizë Bjordit. I thash, jo, surprizë, unë ta marrë në telefon të themi gati apo jo, se unë nuk dija nga këto surprizat. Jo, thot motra, të lutem, bëja surprizë, është gjë më e bukur që po ju vjen jetë. Marri ngritin në telefon, më saktë kishte marrë motra ime përpara dhe i nisin dhe i ngritin dhe ja kishte treguar ajo. Do të thënë nuk më la asgjë që të tregoja unë për shtatzanin time. Arris në lagje edhe i nisim i ngritim shifrin nga barku dhe si ke qenë këto ditë? I thash, ju ka treguar Viki, besoj. Ato, po në ka treguar, pasaj t'i shpëtoj, pa dashje, ajo nuk donte. Tash e kuptova, ikim me ngritin që të bëja një dhuratë shpejt e shpejt për Bjordi, mora një badit vogël, i shkruajta që babi Bjordi mezi po pres të takoj, mora dhe testin, ndërkohë Bjordi më priste që të ktheja makinën në shtëpi se kishte një takim pune dhe më thoshte, moj Ana, të lutem, hajde. Ja një sekond se s'kishte mbaruar akoma badi. Ja një sekond dhe arris në shtëpi vura dhe kamerën që ta kapte këtë moment. Ajo video nuk ekziston sepse unë nuk kisha kapur fare, mua dhe Bjordi kisha kapur në bibliotekën. Kishte pak të dëgjoni zërat. Kishte lëvizur komplet kamera dhe kuptova që
edhe unë dhe Bjordi ishim pak të friksuar, po e donim atë gjën. Prisja që të më rritej barku, nuk po më rritej, kisha shumë sikletë, pse unë s'jam si të tjerat. A ke pasur përzjera? Jo. Jo, shumë mirë. Do me thënë, kisha një shtatzani që nuk mora vesh isha shtatzan, nuk shtova në pesh, shtova vetëm, besoj se kam shtuar vetëm kilet e gocës. E kuptoj. Dhe doja të ankohesha dhe nuk ankohesha dot, sepse doja të ankohesha toja të tipit që unë me barkun të goja nuk qohem dot, u lot, të gjithë më shifnin dhe që eshlim po e keti barkun të goja, ndërkohë unë me vërtet isha e lodhur. Çdo mami shtatzan ka etapën e vet. Po më shikonin dhe ishin të gjithë që jo, nuk ka shanse që ti t'jesh shtatzan. Nuk bëja do të një set fotosh, sepse nuk dukesha, bëra festën e gocës, mora fustanin më të vogël që kisha veshur ndonjëherë në jetën time. Dhe gjithë kjo vite nga që kisha kaluar, siç të thash, këtë fazën shumë të trisht të jetës time dhe humbja e mamit më bëri që jeta ime të ndryshonte shumë. Nuk isha më ajo goca që haja çdo lloj gjëje, e mendoja mirë para se të haja, ose më saktë më shkonte mendja për të ngrënë. Edhe mendoj që deri diku kjo më ka bërë që dhe mos shtoja kile. Po a kishe frikë ti për bebin që nuk po le them nuk po merja ato kilet që duhet, apo në komunikimet me doktorin? Atëherë kur te doktori që ndiqesha, më thoshte gjatë gjithë kohës sa shkoja që goca është në formë shumë të mirë, sepse më shikonte edhe ai dhe thoshte, ti ha buk, dhe thoja, po, haj, kupton jam, isha dhe detyruar që të ushqehesha, sepse mbas humbjes së mamit më diagnostikohet një problem neurologjik, një formë epilepsie. Janë 7 lloje epilepsisë, më diagnostikohet një nga 7 llojet e epilepsisë, jo ajo popullore që ne njohim. Po, që njohim rënda. Unë kam thjesht një krizë 10 sekondëshe, që më bën që të humb kontaktin me trupin tim. Nuk e kupton në atë moment. Jo, është vetëm 10 sekonda dhe në fillim nuk doja ta pranoja këtë gjën. Kisha filluar edhe kurën, edhe frika më e madhe e shtatzanisë time ishte që mos kjo ndodhte gjatë asaj periudhe. Po, përveç kësaj kisha frikën e ilaçeve, sepse si do të ndikonin te bebi. Po, sepse me doktorin e parë që unë ndiqesha, më thotë që kur të ngelesh shtatzan, do të ishte një pyetje shumë kohë që unë ja bëra doktorit, se unë s'kisha në plan të ngelja shtatzan atë periudhë. Është diçka që duhet bërë. Dhe i them që në qoftë se unë do të bëj një fëmijë, do të thënë çfarë do të bëj me këtë kurim, me këtë mjekim, edhe më thotë që absolutisht do ta ndërpresim dhe unë duke ecur me këtë gjë, i shkruaj thjesht një mesazh që doktor ka marrë vesh që jam shtatzan, sepse unë mora vesh 6 javë e pak dhe kisha frikë mos kisha bërë ndonjë gjë tek ilaçet që kisha marrë. Edhe më thot, pa dashur që t'i vë faja, po më thot që ndërprit ilaçet. Unë ndërpres ilaçet dhe duke bërë ekon e parë të gocës, Bjordi nuk ishte dot fatkeqësisht me mua, sepse vlla im atë ditë diplomohej dhe duke mos qenë asnjëri nga ne, Bjordi shkoi që të ishte prezent atje. Mua më kap një krizë epilepsie e plot. Do të thënë epilepsinë që ne njohim. E kuptoj. E plot. Okej. Po, dhe ginekologu im nuk e kuptoi, mendoi që unë thjesht u panikosa nga nga rajet e zemrës që ndjeva të vajzës. Nuk arrija do të shpjegoja se çfarë po më ndodhte në ato momente. Më vën pak alkool që të merja veten, ndërkohë nuk shpjegoja dot çfarë po më ndodhte dhe gjëja e parë që bëj është thjesht lajmëroj Bjordin që të vinte të më merrte. Shkojmë në shtëpi, shtërijem që të qetësohesha pak, edhe Bjordi ishte në këmbë, po rregullonte diçka. Aty kaloj krizën e dytë. Më e fortë se e para. Një krizë që unë nuk e mbaj mend, po dëgjoja vetëm zërin e Bjordit, sepse isha e pavetdijshme për të treguar ç'po kaloja. Dëgjoj vetëm zërin e Bjordit që
merrte në telefon bashkëshortin e mamas time, ndryshe babin tim. Edhe i thoshte që Ana po kalon një krizë dhe nuk di çfarë të bëj. Unë thjesht në ato momente mendova se mbaroj çdo gjë. Nuk ishe vetëdijshme, le themi dëgjoje çfarë ndodhte. Dëgjoja çfarë thonin, por nuk kisha asnjë sinjal, duart e mia ishin lidhur rreth fytit tim. Më dilte shkum nga goja, kishin kthyer syt, në krizë plot epilepsie. Më çojmë në urgjencë në spital. Aty më ndjek një neurologe tjetër edhe më ndryshon mjekimin, sepse unë i them që në qoftë se unë nuk jam gati për ta vazhduar këtë shtatzani. Po. Se tash jam e lumtur që kam gocën time, po e ndërpres, sepse jo se doja veten time, po nuk doja që goca ime të kishte një mama të paaft. Absolutisht, më thonë që kjo është një smundje që, kjo është një problem që njerëzit jetojnë me të, edhe ti do vazhdosh një kur normale, nuk shkakton asnjë lloj problemi tek vajza, kjo më qetësoi shumë te vajza. Do të thonë nuk e di akoma që ishte gocë, se nëse kishim bërë akoma te bebi. Ishte si te bebi, po. Edhe vazhdoj kurën një kur tjetër. Sa kohë kishe me këtë mjekim përpara se të vinte goca, sepse kjo është për t'i bërë të kuptojnë edhe njerëzit që duhet të kenë kujdes të ndërpresin një mjekim të tjeke diktuar vonë, besoj këtë gjë, apo? Atëre, unë nga 2 neurologët që unë ndiqem tani, kjo smundje, do të thënë kjo lloj epilepsie që unë kam, është e shkaktuar që në lindje. Por ka raste që është e padukshme. Dhe unë deri para 3 vitesh nuk kisha asnjë lloj problemi. Nuk e dija që ekzistonte kjo tek unë. Ndonjëherë më rësoheshin syt edhe siç jemi ne shqiptarët gjithë që tensioni. Filluan të bëheshin pak më të shpeshta. Dhe i them mamit tim, mami im ka qenë një çik tip që donte të shkëputej pak nga doktorët. Nuk ishte. Dhe më thot, po ti shko vizitohu një herë, po nuk besoj se ke diçka. Thjesht duhet hash bukë. Iki që të vizitohem dhe në EZH-n e parë që më bëjnë, më thonë që ma shtojnë edhe 10 sekonda. Sepse gjithë EZH-ja mua më dilte shumë normale. Ma shtojnë vetëm 10 sekonda dhe mua më dilte vetëm në fund të EZH-s kjo gjë, dhe më thonë që Ana, ke një lloj epilepsie. Filloj të qaj, sepse ne dinë me epilepsin që të pa informuar. Dhe i them jo, nuk e kam. Do të thënë nuk për mua ishte jo. Ti po gabon, doktoreshës. Marr mamin në telefon dhe i them mami, mua më kanë diagnostikuar epilepsi. S'ka mundësim, thot mua, do të thënë është një gjë. Dhe para se mamit nisej për në Itali, më çon që të bëj një kontroll tjetër dhe atje më diagnostikojnë për herë të dytë këtë lloj gjëje dhe unë marr kurimin. E kuptoj. Pra ka qenë një periudhë sa vjeçare përpara shtatzanisë që ti merr një kurim 3 vjet? Jo, 1 vit. 1 vit. 1 vit. Shumë shpejt për ta ndërprerë një gjë të tillë. Dhe më pak se 1 vit, domethënë diçka e tillë, se ishte pasur episode në këtë 1 vit? Më ndodhte që më rësoheshin prapë si që më ndodhte kjo gjëja, por kjo ishte shumë e kalueshme për mua, sepse unë u mësova. Gjatë shtatzanisë, përveç se më ndrojnë kurën, më heqin dhe të drejtën për të dhënë makinës, sepse kishin frikë se unë mos kishte ndonjë episod. Dhe një nga neurologët që më ndjek i thot Bjordit që duhet përgatitesh, sepse Ana, gjumin e darkës, duhet ta bëj të plot. Dhe me vajzën do merresh ti. Unë që këtu fitova. Po që pas ke ndarë që është shtatzani këtë punë. Dhe i thot gjumin e darkës, në darkë do rishti që ta shikosh vajzën, Ana duhet ta bëj gjumin e plot që gjatë ditës të evitojmë krizat. Ana, ato momente, kur ju ndodhen këto episode me Bjordin, diskutimet, frikrat,
Trego pak ato emocionet e atyre momente, çfarë keni folur, çfarë i ke thënë ti, se ndonjëherë se ata burrat janë që duan të mbështesin deri në pikën e fundit, janë aty për të mbështetur sidomos në raste të tilla, sidomos kur ti je në pritje të një bebe njëkohësisht. Por ne jemi ato që shpeshherë bëhemi protektive edhe karshi bebit që kemi në bark, por duan të bëhemi protektive edhe karshi personit që kemi. Unë që kur më është diagnostikuar ky problem, unë Bjordin e kam pyetur në qoftë se donte trinte më me mua. Sepse doja që nuk doja t'i bëhesha barë dikujt. Dhe duke qenë se kam qenë gjithmonë independente, kam qenë një gocë shumë e lëvizur, që merja makinën edhe ikja në mes natës, nisesha për pushime, dhe vetëm kur e gjeja veten të nesërme në Saran. Do me thënë, isha mësuar që mos... Ishe e lirë, ishe shpirt i lirë, po. Dhe e kam pyetur në qoftë se donte të rinte me mua, mbase në një mënyrë jo të bukur por e kuptoj. Doja të dija nëse i peshoja. Duhet ishe sinqert me të. Po, doja të dija nëse i peshoja. Dhe kur mora vesh për shtatzanin, doja t'ja bëja edhe një herë atë pyetje. Por duke parë që Bjordi e anashkalonte këtë gjë, do me thënë bënte sikur kjo gjë nuk ekzistonte. Më ndihmoi shumë që të mblidhja veten edhe të thoja tani duhet jem do të thënë përkushtimi ju duhet jetë për bebin që ke në bark. Dhe kështu do të ecë shtatzania? Shtatzania do të ecte shumë mirë. U kënaqa që tek pjesa që thanë që Bjordi do rizgjuar natën, unë do fleja gjumë, se unë jam pak gjumashe, kështu si natyrë, por që dhe gjatë gjithë dhënjes, unë duhet të kisha patjetër një person që duhet rinte me mua, ose më saktë gjatë ditës duhet kem patjetër një person që të më asistoj. Fakti që isha dhe me ilaçe, me kur, unë vendos që vajzës mos t'i jepja gjë. Sepse kura ime do ndryshonte prap mbas shtatzanisë. Mendova që nuk do ishte aq e shëndetshme sa e një mamaje tjetër që sa shflitet për qumshin e xhirit normalisht, edhe besoj që kjo ka qenë edhe një konsult me mjekun. Patjetër. Dhe pjesa tjetër e frikës time më të madhe ishte që kur ta kisha vajzën në xhi mos më ndodhte ndonjë krizë, ndonjë episod dhe nuk do dija nuk do e menaxhoje dot situatën. Dhe i ke dhënë ndonjë ditë gjë? Jo. Fare. Do me thënë që në ditën që ka lindur. As kulloshtërën, jo. Kam pirë direkt ilaçet që të ndaloja gjirin, edhe dija që do më gjykonin shumë njerëzit për këtë pjesë. Nuk mund të gjykojnë njerëzit në këtë pjesë, ne po flasim për shëndetin dhe do mbrosh fëmijën tënd në fund fare. Edhe kisha siklet të tregoja që unë po jap, edhe në spital isha tek mamit, tek infermierët, i shpjegoja patjetër këtë gjën që kisha, që mos më gjykonin që më shikonin me biberonin në dorë apo me qumshin e gatshëm. Doja patjetër që të justifikohesha tek njerëzit, se unë kam një çik si tip këtë që kam nevojë të justifikohem tek njerëzit. Dhe vajzës unë nuk i dash asnjë ditë gjë. Besoj që kur të rritë do ma fali këtë gjën. Dhe pse ndihesh fajtore ti? Sepse nga që dëgjoj mamat e tjera që s'ka gjë më të bukur, nuk ka ndjesi më të bukur se kur jep gjë fëmijës. Unë këtë ndjesi se kam përjetuar. Kjo është mungesë edhe jotja njëkohësisht, domethënë ku ka. Edhe më duket sikur njerëzit më kanë gjykuar pak, por unë e kam bërë nga nevoja. Domethënë unë këtë dua që njerëzit kuptojnë që unë e kam bërë nga nevoja këtë gjë. Do doja shumë që unë vajzën time ta rrisja me qumërzhiri, ta përqafoja, ta shijoja. Por e kisha të pamundur. Unë edhe lindjen e bëra cezarian sepse prap ishte problemi që unë mund të më ndodhte dhe të krijoheshin komplikacione. Dhe unë, do me thënë, shumë gjëra i kam bërë nga nevoja.
Jo se isha kjo mamaja që doja të mbaja linjat e trupit, se njerëzit mendojnë që kur më kam parë për shkakun që unë direkt mas lindjes erdhe në formë dhe ishe. Erdha në formë, bile su do psova më tepër se çisha. Unë edhe këtë e kam problem, se është goca më shëndor se unë tani. Por gjithë ishin që sa mirë e ke mendjen që të mbash veten. Nuk kam bërë një ditë tjetës time palestër, nuk kam mbajtur një ditë tjetës time dietë. Thjesht mua më krijon situata që të jem Shëndja jote shëndetësore. Që të jem kështu, kupton, dhe nuk dija se si t'ja shpjegosh njerëzve, sepse ose kur thojnë për shembull që në momentin e parë që mora gocën në krah, fëmijën tim në krah, ishte dashuria më e madhe. Absolutisht që unë kur kam dëgjuar të qarat e Marvel, fillova të qaja më shumë se ajo, po qaja për shumë arsye, nuk qaja vetëm për atë që solla në jetë. Qaja pse s'kisha mamin aty afër, qaja që si do ta rrisun këtë gocë pa, domethënë jo pa ndihmë, se nuk të them që kam qenë totalisht pa ndihmë, sepse mamaja Bjordit është bërë 400 copash për të na ndihmuar, motra Bjordit, motra ime, Inisi, Ingrid, domethënë të gjithë kanë qenë. Por kisha ndar mendjen që do ishte mami ime ajo që do ishte atje, dhe kisha shumë gjëra që më vinin në kokë dhe thoja nuk jam gati. E doja të qarën asajt vajze, nuk më sikletosi si të qarat e kalamajve të komshinve, kur isha më e re, kur qanin kalamaj të komshinve, thoja s'din të rrisin. Sot po të më pyesësh, sot po të pyesësh, jo, din të rrisin, po është fëmia pak i lëvizshëm. Do me thënë, unë me motrën time kishim debate pa fund kur ajo vinte nga Anglia me mbesën e vogël, dhe unë thoja unë o kjo në shtëpi, sepse ajo qante dhe unë nuk më lente të bëja gjumin e drekës. Ndryshojnë shumë gjëra, por nuk isha ajo mamaja që sa e pash bota ime ndryshoi. Do me thënë, unë mendoj që është pak gënjeshtër kjo gjëja. Nuk i ndodh të gjithë kjo gjë. Do me thënë, unë mendoj që ti te fëmia e dytë mbase e kupton, sepse kupton çfarë ke rritur të parin, edhe çfarë ndjesie ka dhënë fëmia parë. Te fëmia parë ti je pa ditur, ti nuk di se çfarë të pret. Ti je futur në një tunel që është pak errësirë në ato momente dhe ti nuk di asgjë. Është ai shoku parë dhe i momentit, dhe shoku parë sa të mbledhesh vetë. Dhe unë isha e lumtur sepse vinin njerëzit në spital që të na takonin, dhe nga që kishin thënë gjithë që ishte fëmijë i bukur, unë thrisja direkt infermierët që ta sillnin që t'i tregoja të gjithëve që kisha bërë një fëmijë të bukur, edhe pse unë s'kisha qenë e bukur vetë. Kam bërë një fëmijë të bukur. Në momentin që ajo fillon të qante, unë prapë i bija ziles së infermierëve dhe i thoja se po qan. Dhe ato e merrnin. Një ditë para se të dilja nga spitali, fillova të kuptoja që nuk do kisha më një njeri që t'i bia ziles dhe t'vinte ta merrte. Filloi të më kapte ankthi. Para kësaj të them, nuk i besoja postpartumit. Absolutisht thoja, janë gënjeshtra. Filloi të më kapte ankthi, thoja, po tash, çfarë do bëj unë? Më marrin në telefon dhe më thonë që Ana, nuk arritëm do të cillim govatën e vajzës, sepse na duhet transporti. Më kapi 2 fish ankthi, thash prit. Të bëhem kaq me ankth për një govat, kuptova që nuk ishte për govatën, por doja t'ja leja govatës atë gjë. Shkoj tek dhoma kur rinin bebat dhe i them infermierëve që i kisha bërë shoqe gjatë kohës, i mbaja me muhabet, tregoja në i bërsalet. I them, unë nuk di se si do t'ja bëj, sepse nuk e thoja do t'Bjordit këtë gjë, nuk e thoja do t'njerëzve që vinin. Tash unë nuk e di se si do t'ja bëj me këtë fëmijë. Dhe ato ngelen, jo, Ana, të lutem, mos e mendo kështu, sepse do kalosh diçka tjetër më të madhe, pastaj Dhe vetëm qaja, dhe thoja, jo, nuk dua të dal nga këtu, nuk doja t'isha vetëm. Ditën që dalim nga materniteti, i ulem mbrapa në makinë me gocën, e shikoja, thoja, po tani, çfarë do bëj unë? Kush do më ndihmoj mua? Ndërkohë, në shtëpi na priste mamaja Bjordit që kishte ardhur nga Italia vetëm për këtë gjë.
arrit në shtëpi, më duk sikur ishte shumë e vogël për ne të tre pastaj. Nuk po kuptoja ku isha. Jeta ime ndryshoi. Më dukej sikur njerëzit që më ndihmonin ma shkëpusnin vajzën, sikur nuk donin që të më lenin që unë të krijoja afrimitetin. Edhe thoja, prandaj ndodh postpartumi, se ka njerëz që nuk duan që të lejnë fëmijën ty, ndërkohë ato më ndihmonin, sepse unë isha dhe operuar, ndërkohë edhe duhet merja patjetër veten. Vinte motra ime që ta mbante, shikoja dhe thoja, jo, nuk është si gocat e tua, nuk e do kështu këtë gjën. Gjithë më... E gjeje gjithmonë diçka për të gjithë që në kundër asaj që po t'jepe. Të gjithë më thoshin, po, okej, si thua ti është, kupton? E kuptoja që më thonin vetëm që të më qetësonin dhe thoja, jo, ndroja prapë një version tjetër. Nuk më pëlqente që biberonit ishte ashtu, nuk më pëlqente që panolina të vëj kështu, dhe po të më pyesje, unë nuk dija ta bëja. Asnjëra nga këto gjëra, por thjesht nuk doja ta bënte dikush tjetër. Thjesht nuk doja që dikush tjetër të më mësonte. Gjithë më thoshin, Ana, do ta kërkosh ditët që do vinë njerëzit të të ndihmojnë, qetësohu, shtriu, fligjum. Më mbyste shtëpia, nuk isha mirë. Kalova një postpartum. Sa javë? 40 ditët e para njerë. I ke kaluar? Po, mos të them edhe më gjatë. Po nuk kërkove ndihmë diku tjetër? Absolutisht po. Flas me ginekologun tim, më çojnë tek sepse unë i kam gjithë në një vend neurologun, në ginekologun i kam gjithë në të njëjtin vend. Më çojnë te psikologja që unë dhe nuk dia shpresha kollaj tek psikologja, por di që qaja dhe thoya kur do më mbaroj kjo periudhë, domethënë isha e vetëdijshme që do më mbaronte një ditë, por doja të ma thoshte dikush me datë fikse që do të mbaroj në këtë datë që unë të lehtësohesha. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë mamaja e Bjordit, siç të thash, ajo 40 ditë ka ndejtur me vajzën. Jam munduar të shikoja, të kapja gjëra që të mësoja dhe unë. Besoj se deri diku ja kam dalur, por afrimitetin me vajzën tamam e krijova kur të gjithë njerëzit u larguan, dhe unë isha vajza edhe Bjordi. Aty kuptova që tani është radha jote që të tregosh Mamianën. Po, Mamianën. Dhe fillove ta donte shpirti. Fillova të kuptoja që ajo na kishte vetëm neve. Edhe po mos ishim ne për atë, kush do ishte tjetër. Fillova të kuptoja që unë i duhesha afër asaj. Edhe ajo filloi të shikonte, filloi të qeshte. Mua kjo gjëja më kënaqte pafund. Të shkrinte zemrën. Doja dhe ti tregoja njerëzve që shiko, po qesh me mua, domethënë jam edhe unë këtu. Por prap ngelet vajza e babit, sepse Bjordi bën pjesën më të madhe, është, domethënë do isha gënjeshtare dhe do isha të tregohesha pak e keqe, po të thoja që Bjordi është ndihma ime. Jo. Bjordi është shtylla, unë mbas jam ndihma e Bjordi, tamam. Sepse Bjordi bën pjesën më të lodhshme për vajzën, unë bëj pjesën që di të bëj më mirë. Të ndroj panolinat, ndërkohë që e lajm të shpik këngë të ndryshme, absolutisht duke lavdruar veten time. Jam gjithmonë mami më e mirë në botë, që kam bërë gocën më të bukur. Nuk ka në rim këngët e mia, por çrën si ka, dua thjesht që ajo të kuptoj që mamaja vetë është më e mira. Ka raste fus dhe Bjordi në përtekse, që mos ta lej kështu, të dali keq. Unë bëj pjesën, siç të thash, që di të bëj. Edhe atë që mbase ajo kënaqet që unë bëj.
ka qef të flej me mua pak në krah tani. I kam mësuar ca këngë që janë pak të çuditshme për t'u vënë në gjumë, himnin e flamurit, Sa mirë. këngën e flamurit, vajzat e fshatit tim, dhe janë ca këngë që ato di, po ato mbaja mend nga fëmijëria ime. Dhe janë vetëm të këngë që mbase ma ka pak vokali, se nuk mund të këndoj. Kemi filluar bëjmë dhe karaoke në shtëpi tani. Fantastika. Vëm nga një këngë, se cili unë dhe Bjordi kemi radhën, një herë mban njëri, një herë mban tjetri në krah dhe këndojmë këngën tonë të preferuar. Unë kur filloj që stonoj e hej si këngë, se them nuk është kështu kjo kënga, e ka ndryshuar këta kohë e fundit se nuk ka mundësi, ajo kënaqet shumë me këtë gjë. Kur erdhi ai moment që ti the, si kam jetuar unë pa ty? Kur bëri 3 muajshe, që fillova të kuptoja shumë gjëra, edhe mezi prisja të zgjohesha në mëngjes, që unë jam gjumashe, edhe ai gjumi i mëngjesit E ke të vështirë, po. shumë, por çohesha dhe thoja, prit shkoj pak te krevati tash që ta shikoja, dhe më thoshte Bjordi, sa e ka zënë gjumi, mund të ikësh tash, mos i rrit e kokat. Unë ja, po 1 sekond, ta shikoj pak. Dhe kisha ca qefe që nuk e di, doja patjetër ta mbaja në krah. Dhe mësova keq. Ka gjë, ke bërë shumë mirë. Okej. Ke bërë shumë mirë. Po Është shumë e rëndësishme lidhja ju të dyjave. Nuk e mbaj dot tani, është shëndoshur. E di është shëndoshur. Është shëndoshur shumë. Të gjithë fëmijët na bëjnë me bërësit, Unë të roqa tendinat. Me bërësit, kështu që pa më rak, edhe pse unë kam goxha peshë vetë, pra edhe ata ka qenë me peshë goxha vetë, po në fund fare përfundova me bërësit vetëm nga mbajtja në krah, kështu që mos u shqetëso. Unë të roqa tendinat e dorës, edhe 2 ditë nuk e mbaja dot, dhe më vinte edhe keq se mbaja dot, se ajo kërkonte që ta mbaja unë dhe ti këndoja këngët e preferuara të mijat, vajzat e fshatit tim, dhe Bjordi nuk e dinte si tekst, dhe më thoshte mua, çfarë ti këndoj? A fleni bashkë njëra tjetrën? Ne kemi mësuar që të flej në krevatin e saj, sepse dua që tjetë pak independente, të ketë atë hapësirën e vetë. Dhe si që të thash, ne krevatin e kemi marrë me rrota që ta televizin, po, që tjetë gjithë kohës me ne. Tash i ka qef shumë karrocën në për shtëpi, nuk e di pse ja mësuam dhe këtë gjë, sepse dhe kur nuk dalim që të bëjmë një xhiro, vëhet në karrocë dhe tundet në shtëpi. Por prapë siç thash, është goca e babit, ajo kthen kokën gjithmonë nga është Bjordi, kudo që t'jetë Bjordi, qesh pafundësisht me Bjordin. Kanë momentet më të bukura. Bashkë unë kënaqem duke parë ata të dy që kënaqen me njëri tjetrin. Si apo të Marvel emrin? Sepse unë kur kam qenë e vogël, diku 12 vjeçe, kisha filluar që të bëja një listë emrash me emrat e fëmijëve që më pëlqenin, çuna dhe goca. Sepse mendoja që kur të rritesha, një nga ato emra unë doja vëja patjetër. Gjatë viteve, nga që emrat e mi ishin goxha të bukur, edhe pse filloi të shpërndajë në për shokë shoqë ti? Fillova të shisja. I shisja në përlagje, lindte dikush edhe më jepnin 5.000 lekë edhe shisja emrin. Edhe fillova që të skarcoja disa emra, se me kalimin e viteve filluan që nuk mund të ishin atë aq të bukur. Kur unë njoha me Bjordin, unë me Bjordin kemi shumë mendime që na përplasin me njëri tjetrin. Po thonë që polet e kundërta afrohen, të që kështu. Dhe unë i them që shiko Bjordi, se fillova të tregoja 4-5 sekretet mia jetësore që ti dinte. Ato që dua të dinte. Edhe i them dëgjoj, unë kam një listë emrash që kur të bëjmë fëmijë neve, ose po bëm ndonjëherë fëmijë bashkë, se nuk e dinim akoma se do na hecte. Dua t'i vëj një nga këto emra. Okej, më thot Bjordi, lexon listën. Asnjëri s'pëlqeu. Ishin emra skandaloz për Bjordin, gjithmonë për Bjordin, sepse ato emra mua vazhdojnë më pëlqejnë, po. Thot Bjordi, absolutisht, nuk i vëj asnjë nga këto emra fëmijës. Çan këto emra? Them, po jo, po mua më pëlqejnë këto emra. Jo, po i vëj, me jo nuk i vëj, por ngela shtatzan, thash Bjordi, duhet të ndaj mendjen çfarë emri do t'i vëjmë.
Bjordi dha disa ide të veta që as mua nuk më pëlqyen. Gjatë kohës që unë njoha me Bjordin, shifnim shumë filma të Marvelit. Bjordi... Shajl dyshimi që... Bjordi më sakt i adhuronte dhe më bëri dhe mua që t'i shikoja. Ndërkohë unë s'kisha parë kur filma me superherojnë, jo. Dhe një personazh e kishte emrin Marvel, si vetë kompania. Si vetë kompania. Dhe kthehem me Bjordin, ishim të dy duke parë një nga filmat dhe theme, po sikur t'ja vëm emrin Marvel vajzës? Dhe u pam të dy edhe e menduam, tham, edhe për çun është i bukur, edhe për gocë është i bukur dhe ndavëm që atje dhe tham, nuk do ta diskutojmë më mbrapa që mos të kemi përplasje. Dhe ditën që erdhi në jetë absolutisht do të quaj ashtu. Dhe më the pak më parë për të rikthyer para tek baby shower që njerëzit as tek baby gender reveal në fakt. Që njerëzit as nuk e dinin për shkak të peshës tënde. Si ka qenë ai, do të thënë organizimi, ju e bët me nipt përpara, besoj, keni bërë një apo ishte nga doktori? Atëherë, unë bëra analizat që bëhet e niptit dhe i them që nuk do na japësh as mua as Bjordit dhe lë numrin e motrës time dhe numrin e motrës Bjordit, që paktën Tezja dhe Halla e përballoi Bjordi këtë, sepse turim se përballoi, Bjordi nuk ka shans. shans. Se s'kishte çfarë të bënte, do ta përballonte se s'bën, sepse unë doja një super fest gjigande me fishek zjarre, me gjëra dhe na marrin në telefon, mbasi se unë kisha dhe, siç të thash, problemin që mos si dilte në një komplikacion vajzës, dhe kur na morën nga klinika që na thanë që çdo gjë është okay, por gjinin do ja japim numrit që juve na keni caktuar. Ne ishim në Greqi me pushime dhe u qetësuam shumë që ishte çdo gjë në rregull. Dhe në ato momente as nuk donim t'ja dinim a ishte çun apo ishte gocë. Donim thjesht shijoni momentin. Motra ime ishte 2 shezllone më përpara se ne e marrin në telefon dhe i thonë që është vajzë, po. Dhe motra ime bënte dhe unë i tha, Viki, se doja të kapja ndonjë kështu detaj, tha, Viki, çfarë mund të jetë? Se dim, thoshte mua. Nuk e di. Dhe rrobat që më sillnin në ngjyrë neutrale. Që unë prapë mos të kuptoj asnjë gjë. I tha motrës, po më le ca gjëra nga rrobat e gocave. Që të shikoja, po se dim, thoshte, se dija do t'i bëjnë apo jo, dhe më sillte vetëm badi, rroba që ishin në ngjyrë bezh, dhe që s'kishin mos kishte mundësi për të si ka mundësi. Absolutisht që e dinte dhe djali që neve na organizoi festën, që është po mik i joni familjes. Dhe doja shumë, shkoja pija kafe me atë që vetëm të kuptoja çfarë ishte, nuk ma thonin, dhe për mua ishte surprizë. Gender reveal. Unë dhe Bjordi me ndonin që ishte djali. Ti e doje këtë surprizë, si kërkoje ta dije me se s'bën. Nuk e di, doja të kisha një hap para Bjordit, sepse e kam shumë qef që të di një gjë më shumë se Bjordi, e kam shumë qef këtë gjë. Edhe gjatë kohës që isha shtatzan, Bjordi ishte me xhirimet e filmit, edhe doja pa tjetër të ankohesha, dhe thoja si më ke lënë ti vetë mua, unë jam me barkun të goja, dhe ndërkohë të gjithë qeshtin me fjalin time me barkun të goja, dhe ditën që doli filmi Bjordit, atë që ai ishte lodhur kaq shumë dhe më kishte lënë dhe mua vetëm, dhe unë ja përmendja gjithkohë që ti më ke lënë vetëm mua për këtë film, në premier ai nuk shkoi dot. Sepse nuk donte të më lënte mua dhe gocën vetëm, sepse s'kishte kush të vinte, dhe ishin të gjithë te premiera. E marrësh, po. Dhe ndeti me mua dhe me gocën, dhe unë i detyrohem shumë gjëra, dhe i kërkoj dhe falje që i kam thënë pse hike dhe më leng për xhirimet, sepse ai gjëra më të rëndësishme të vetë nuk e. Është çështja e postpartum, këtu që ndikojnë të gjitha bashkë në këtë periudhë. Ka dalë mami në ëndër gjatë shtatzanis? Shumë. Shumë, sepse unë i premtova diçka në ditën që ajo iku, që çdo natë, kur të shtriesha për të fjetur, do t'ju uroja natën e mirë, edhe asajt, edhe
do t'i thoja se sa shumë e doja. Sepse nuk, besoj se ja kisha thënë mjaftueshëm. Dhe çdo natë ulesha dhe e bëja këtë gjë, para se të flija. Kur mora vesh që isha shtatzan, e bëja 2 fish më shumë, sepse i tregoja natë për natë dhe si kishte ecur shtatzania ime. Mendoj që aq të lehtë shtatzanin ma ka bërë dhe mami. Doja shumë që vajza ime ta kishte njohur, por çdo ditë unë gocës i tregoj për mamin. Për mamin, ne kemi dhe një foto që e kemi vënë tek biblioteka dhe siç i tregoj për mamin e Bjordit, që i tregoj fotografinë ja ku është nëna, kështu i tregoj dhe për nënën tjetër, edhe i them që do të tregoj shumë gjëra më mbrapa për atë, si tash isha akoma shumë e vogël për të kuptuar se sa e mirë ishte mami im. Normalisht. Dhe për 1 vjetorin, për 1 vjetorin e mamit, ne çuam vajzën që të takonte për herë të parë. Ajo aty u qetësua, nuk qajti më, pse kur fut makinë filloi të qante prapë dhe ne kuptuam që ishte thjesht momentale, ishte thjesht momenti. Por po më ka dalë shumë në ëndër edhe gjithmonë më thoshte që dua thjesht mirë dhe erdha thjesht për të parë. Dhe kur unë tentoja që të shkoja ta përqafoja, ajo nuk ishte, më hikte. Dhe mendoj që me vërtet ka dash thjesht më shikoja isha mirë apo jo. Ishe mirë. Dhe unë e di që ty të mungon shumë pa diskutim, sidomos në këtë moment, se jam e bindur që të gjithë dhe donim mamin e afër. Qoftë edhe për ti thënë për atë përqafime, dhe sikur mos ta ndihmoj fare, s'ka problem, po thjesht për idenë që është aty dhe ti e shikon edhe për idenë që edhe mund të bërtiste pak që pse ja ke veshur këtë gjë, për shembull, se dhe ajo të mungon shumë. Të gjitha këto, edhe timte edhe pak më parë që kanë qenë njerëz të afërt, motra, të gjithë tezet, njëkohësisht kanë qëndruar afër në gjithë të rrugtim, kunata, që njerëz të cilët janë të rëndësishëm në jetën tonë. Edhe ti gjithashtu më aprova pak më parë që kishe problemin e gjykimit të shoqërisë, që me thënë, nëse do të pyesja si artiste, si aktore, sigurisht që mund të kishte një lloj vlere, po në momentin që ti më tregon një histori e cila ka prapavi shëndetësore, atëherë unë mendoj që ti duhet ishe çliruar nga kjo pikë, Ana, nga ka pjesa e paragjykimeve, edhe nga njerëzit ndonjëherë nuk kuptojnë se sa të lëndojnë. Unë gjithmonë kam qenë nga ato personazhe që kam folur shumë hapur në çdo intervistë timen, mbase kam bërë shaka dhe pak më tepër se ç'duhet. Njerëzit nuk kam dashur që te njerëzit të dilja një vajzë e cila nuk jam, që të kisha këtë distancën me publikun. Mendoj që jam një gocë shumë popullore, shumë e thjeshtë, edhe kam qef të jap muhabet gjithëve, bëj muhabet jam tip social. Gjithmonë e kam pasur frikë para gjykimin, sepse duke u rritur në një familje artistësh, dhe po ta arrija vetë atë gjë, ose shkollën e fitoj, shkollën e baletit e fitoj, se ishte Mbesa i Nisit. Ose Akademinë e Arteve e fitoj, se ishte Mbesa i Nisit dhe Ingritit. Ose famshme u bë, se ishte Mbesa i Nisit dhe Ingritit. Do me thënë. Vështë e ke pas gjithmonë si një çantë nga mbrapa. Gjithmonë, aq sa më ka ndihmuar të qenurit Mbesa i Nisit dhe Ingritit, që janë 2 teze fantastike. Dhe janë më shumë se teze, se unë me Ingritin kemi shumë pak vite diferencë, kemi vetëm 9 vjet diferencë, dhe unë jam rritur me Ingritin. Përveç faktit që më ka ndihmuar shumë të qenurit Mbesa atyre,
njësoj edhe më ka të ka peshuar, pra, Më ka gjithsesi, peshuar. ka qenë një lloj përgjegjësie që ti duhet ta mbaje. Sepse më zhdashur të punoj 2 fish për diçka që tregoja që nuk i fitoja se isha mbesa i nisit dhe i ngritit, po sepse kisha diçka. Dhe duke qenë se kam hecur gjithmonë me këtë gjë dhe kam pasur siklet, këtë gjë jam munduar të bëhem 400 copa që t'i tregoj të njerëzve që shiko se unë di ta bëj këtë gjën, unë e bëj këtë gjën. Dhe kur ngela shtatzan dhe normalisht ekipi doktorëve më tha 1, 2, 3, 4, 5 gjëra që duhet bëja, përveç faktit që mendoja për shëndetin tim, sepse në radhë parë mendova për shëndetin tim, mos të tregohem Po, është normale. mos të tregohem Ashtu tani duhet menduar se dhe të po them s'ishe ti mirë nuk mund të jetë bebi mirë. Po, dhe të them për shembull që unë mendova vetëm për gocën, jo. Unë mendova për veten time në radhë të parë, mendova për gocën dhe mendova për gjithë njerëzit që më rrethonin ato momente që sa pesh do t'i bëhesha unë. Gjë që nuk doja t'i bëhesha. Dhe e dija shumë mirë që do më paragjykonin duke filluar qumshin, pse nuk e linde vetë, e dija, të gjitha këto i dija. Dhe nga që vija nga një moment shumë i vështirë, si që tash i jetës time, që ishte një vit i mbushur plot, do me thënë, si që kishte dhimbje, kishte edhe shumë gëzime. Shumë emocional. Kisha humbur mamin, kishte lindur mbesa, ngela shtatzan, do me thënë, kishte shumë gjëra brenda atij viti, nuk dija a do isha e zonja që t'i tregoja njerëzve që thën kjo edhe diçka tjetër, kisha frikë të tregoja që isha e smur. E kuptoj. Kisha frikë të tregoja që kisha këtë lloj probleme. Më dukej sikur do humbja shumë. Do dilja e dobët. Më dukej sikur ajo është e smur tani. Do të thënë nuk e di, kisha një turp për të treguar që ti ke një problem. Edhe për shembull, po të më vinte kur më kanë ardhur oferta pune, kam pasur turp të thoja që e kisha këtë gjën. Sepse thoja, mbase do djeg veten. Do të thënë dhe kam shtypur veten time dhe kam mbajtur veten time me dhëm që mos tregoja këtë gjën. Dhe fakti që s'kisha treguar që që vuaja nga kjo epilepsi, nuk dija a do e kuptonin njerëzit pse kisha bërë këto zgjedhjet e tjera për vajzën. Dhe duhet thoja patjetër që isha e smur, që të më kuptonin këtë gjën tjetër. Sepse po të tregoja vetëm pjesën që unë... Kjo është zgjedhja ime personale, edhe kështu, sepse mund ta thuash edhe kështu. Sepse ka shumë goca që e bëjnë. Ka shumë goca që për zgjedhje personale e bëjnë. Dhe unë i respektoj pafundësisht shumë, sepse pash çfarë ishte, postpartumi dhe ka njerëz që nuk e prekin dot fëmijën e vet në ato momente. Shumë e vërtetë. Dhe ti nuk do ta lesh atë fëmijë pa ushqyer vetëm sepse ti në ato momente nuk je zonja ta bësh. Prandaj duhet kërkosh ndihmë në atë moment. Prandaj duhet të jesh e predispozuar. Dhe unë prandaj e kisha u lodha. Në kjo situatë, po. Këtu te këty sot po e them për herë të parë që unë e di, unë falenderoj edhe për mamat, të cilat sepse ka edhe diçka këtu. Shpeshherë ka mama që e kanë këtë smundje. Ne kemi edhe personazhe publik të njohur jashtë që e kanë dhe sot kanë beben e tyre në krah. Edhe kanë menduar që nuk do e bënin kurrë fëmijën për shkak të gjendjes tyre shëndetësore. Dhe jam shumë e lumtur që sot kam ty për t'ia thënë atyre vajzave që e duan në të ardhme një familje dhe mendojnë që nuk do ta kenë dot kurrë për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Jo, është vërtet fare. Domethënë, në qoftë se ti, sepse fillon në gjeneza shumë që se ti gjen personin e duhur në krahun tënd, sepse ka të bëj shumë personi që ti ke, sepse ti mund të mos kesh asnjë lloj problemi shëndetësor, por në momentin që nuk e krahun tënd më të fortë, shtyllën tënde më të fortë, absolutisht pa u mbështetur. Duhet të theksuar dhe kjo, sepse nëse hikën ti rrëzohesh. Nëse ti nuk gjen personin e duhur që të kuptoj ty në gjithë, domethënë në gjithë dimensionet, të gjithë ngjyrat e tua,
është shumë e thjeshtë për të bërë një fëmijë. Thjesht ti duhet të kesh durim, duhet besim, duhet të kesh besim, duhet të mendosh që ti do t'ja dalësh gjithmonë dhe personin që ke në krah ta dish që të do. Të do më shumë se që do ti. Ashtu mendon? Mendoj që po. Unë absolutisht jam e dashuruar kokë e kam me Bjordin, por mendoj që Bjordi më do më shumë se që dua unë. Sepse e ka treguar në çdo gjë që ka bërë për mua. Në çdo moment që ka qenë afër për mua dhe po ta them, nuk jam njeri shumë i thjesht për t'i ndetur afër. Kam shumë teka. Ka të ullet e ngritjet. Shumë. Do me thënë, si që jam tani nuk jam më vonë, të kërkoj falje, por ta kërkoj falje duke të thënë që ti e ke prap gabimun, po të kërkoj falje, por... Është pjesë e gocave, përgjithsisht. Kuptoj, po unë kam shumë të theksuar. Dhe mendoj që po, më do më shumë. Po. Edhe si ka ndikuar në çift ardha e Marvel? Ne të dy japim jetën për atë fëmijë sot, por ndonjëherë shohim njëri tjetrin në sy dhe themi kush do vi ta marri pak vetëm të shtrihemi edhe një herë si dikur që shihnim filma. Duam patjetër të jemi një dhe momentet që vjen momenti darkës që ja ka fitur gjumë dhe ne mendojmë që nuk do zgjohet më. Sa për relaksohemi. Dhe përshafohemi që dhe në ky është moment absolutisht fillon lëviz Marvel dhe ne çohemi me të dy shpejt. Dhe ditët them që në fillim mbase mund të ketë ndikuar një çik tek pjesa që unë nuk më pëlqente që merrej vetëm Bjordi dhe nuk isha unë mami. Po tani ka ndikuar shumë mirë ardha e Marvelit, sepse kemi kuptuar që duhemi shumë, se ndodh çdo lloj gjëje në shtëpinë tonë, ndodh çdo lloj gjëje dhe ne prap jemi bashkë, është shumë e çuditshme. Është shumë e rëndësishme, kjo është shumë e rëndësishme që do të thënë, unë e kuptoj që vjen një person i tretë, një person që ti e do më shumë se veten, si për burrin dhe si për gruan, njëkohësisht ndryshon plotësisht jeta, por mos harroni që përpara se ajo të vinte në jetë ishit ju të dy. Po. Edhe burri dhe gruaja sido që tjetë duhet ta gjejnë formën për të gjetur njëri tjetrin sërish pas lindjes së bebit. Shumë e vërtetë. Për ta mbajtur marrëdhënien. Në qoftë se mendoj që në qoftë se ajo edhe atraksione. Po. Në qoftë se humb atraksionin, në qoftë se thyet ca gjëra, asaj fëmijë nuk rritet i lumtur. Mendoj unë pastaj, nuk e di se dhe ne mundohemi që ose më saktë unë mundohem që t'jem po prapa Johana që kam qenë, që e bëj një shaka më tepër. Absolutisht 2 kritika më shumë, sepse sot unë lodhem shumë për të larë shtëpinë. Cila ka qenë dhurata më e shtrenjtë që ke marrë? Në anë monetare? Po, edhe nga anë monetare ose nga anë send objekt. Nuk e di. Me thënë të drejtën, gjithë dhuratat që më kanë ardhur për vajzën kanë qenë zarfe. Okej. Sepse kuptuan të gjithë që më mirë jepi lek këtyre dhe të blejnë çfarë të duan dhe unë mendoj që kjo është gjëja më e mirë kur të vinë kështu. Dhe na kanë ardhur shumë zarfe. Është e mirë. Që u shkruajtën të gjitha në një listë se do lajnë qokat. Çfarë ke mësuar nga këto muaj? Çfarë të kanë mësuar këto muaj? Kam mësuar që një fëmijë t'jep jetë, t'jep jetës tënde shumë ngjyra, t'lodh shumë. Por që është më e rëndësishmja, duhet t'jesh e mësuar më përpara me çfarë të pret, që mos ta lësh për moment fundit edhe të mbysi siç më mbyti mua. Do me thënë, duhet t'jesh pak më e informuar, mos t'kesh frikën të pyesësh, mos t'kesh frikën të kërkosh ndihmë, edhe momentin e parë që
ti ke probleme, ti ke gjëra, ta lësh veten të hapur që dikush të ndihmojë, se ke edhe shumë njerëz që kërkojnë ndihmë, por kur ti ja jep nuk e pranojnë atë ndihmë. Dhe mua këto muaj më kanë mësuar që t'jem shumë e këmbë në tokë, edhe të di që kam edhe një rrugëtim shumë gjatë përpara me marrë. Je lumtur? Plotësuar? Jam shumë e lumtur, jam jashtëzakonisht e lumtur, mendoj që kam krijuar një fole shumë të bukur, edhe që për momentin nuk kam ndërmend ta zgjeroj. Por jetës nuk e dihet kur. Asnjëherë, po. Edhe mendoj që kam arritur gjën më të bukur në jetë. Të falenderoj që ishe sot në Man. Të falenderoj për shumë. Gjitha mesazhet. Falenderoj shumë ty që më ftove. Falenderoj shumë.